Vazhdohet me aspektin e fajlënjes, si që kemi pasur në pothuajse gjatë gjithë vitit 2025, atëherë këto afate në fakt mund edhe të gjejnë edhe elemente shtese edhe brenda këtyre afateve. E shtrova pyetjen marrë parasysh që herën e kaluar vërtet janë pritur momentet e fundit, pra në ditën e fundit kur ka përfunduar krejt mundësia, atëherë është thirrur seanca për presidenten. Muaj na thoni me që na tha zoti Marmullakaj që krejt vullnet politik është kjo çështje. Shihni mundësi që do të kemi vërtet vullnet politik të mos kalojnë edhe 3 ose më shumë kohë, 3 muaj ose më shumë kohë, por të kemi më shpejt institucione? Po, në fakt, sigurisht që është vullnet politik, edhe pjesa më e rëndësishme është se në momentet e para që do të kemi certifikimin e rezultateve, mendoj që do të kuptojmë pak a shumë edhe qasjen. Nëse qasja do të jetë e partive politike, në këtë rast sidomos e partisë më të madhe që ka fitu qasja se si do të krijuar institucionin, në këtë rast a do të ecet fillimisht bas konstituimit kurrent, a do të ecet me presidentin apo a do të ecet me qeverin, janë dy çështje goxha të rëndësishme me të cilat mund të na tregojnë edhe qasjen se a kanë për bazë me të vërtetë që me njëherë nisin edhe të krijojnë diçka. Ekziston mundësia, sigurisht, vullneti politik është pak i msheft për momentin, e sidomos me këto përplasje që janë brenda LDK-s, ku ka interes nga disa prej njerëzve brenda LDK-s që të afrohen për një formë bashkëqeverisje, por njëkohësisht nuk e di pastaj nëse do t'i kenë numrat për këtë bashkëqeverisje. Dhe kjo ka shumë rëndësi pastaj për të krijuar numrat, se nëse ka një përçarje të vogël e cila nuk i ofron mundësi në 18 deputetëve nga LDK-ja për të krijuar qeverinë, atëherë ne do të duhet të gjejmë alternativa tjera në pjesë e LDK-s, ndoshta me mundësitë e Ardian Xhinit që po duket pak më liberal në këtë rast mas këtyre zgjedhjeve sa do të qenë, ose alternativa krejt tjetër se sa duket PDK-ja është i përcjell këto ngjarje ose duke pritur se çka po ndodh me këta për t'u afruar ose mos u afruar për të pasur në qeveri. Unë mendoj që është stërgjatë, është një lodhje e jashtëzakonshme, jo shpesh në për studio ose vende ne po flasim, jo qytetarët nuk lodhen, më lodhet me të vërtet. Ne kemi pa një lodhje të saktë të qytetarëve, sidomos në zgjedhjet e fundit, ku ekziston një lloj dënimi që ju ka dhënë partive politike me dalje më të vogël. Dhe kjo rrezikon pastaj që nëse pretendohet të kemi pastaj prapë zgjedhje të tjera, unë mendoj që do të ketë një lloj bojkoti akoma më të madh të qytetarëve për shkak të pakënaqësisë që partitë politike mos gjejnë asnjë lloj kompromisi ose zgjedhje të drejtuara. Ekziston mundësia, i kanë numrat, mendoj që janë mbush mend sadopak prej atyre që kanë ndodhur me zgjedhjen pas zgjedhjeve dhe me dënimin në një farë forme të vogël, sado të vogël që ju ka dhënë qytetari në këto zgjedhje, dhe uroj që më njëherë mbas certifikimit të zgjedhjeve të ketë mundësi që të hapet. Ne shohim deklaratat e Kurtit, kemi pa edhe të zonës Gërvalla, që do të bëjmë ftesat me njëhershme, mirë po, se si do të jetë reagimi dhe e rëndësishmja për mua është kjo qasja fillestare, që me të vërtet, a do të shohim që në momentin e parë qasjen që edhe vetëvendosja, po edhe partitë opozitare, e kam për qëllim me bashkëpunu ose me gjithë forma zgjedhje institucionale. Në lidhjen demokratike të Kosovës nuk kemi një zë që vendos dhe nuk kemi një strukturë politike cila mund të marrë një vendim për të marrë një vendim më pastaj bashkarisht me lëvizjen dhe vendosje përtecë përpara në krijimin e institucioneve. Kjo është problemi i parë në këtë situatë, por kjo nuk është problemi më domethënës, sepse kemi në brenda kuvendit edhe 2 parti tjera shqiptare, të cilat kanë numër deputetësh, Partinë Demokratike dhe Aleancën për Ardhmërinë e Kosovës, të cilat po ashtu mund të jenë partner në krijimin e institucioneve dhe zgjedhjen e 3 shtyllave institucionale të vendit. Por kam përshtypjen që edhe Partia Demokratike si një aleat i mundshëm me lëvizjen e vendosjes mbetet në një stat pritjeje të zhvillimeve që mund të ndodhin në gjykatën e Hagës. Duke qenë kjo pritje që e ngushton mundësinë e manovrimit edhe hapësirën e veprimit të Partia Demokratike, mendoj që brenda korrikut do ta kemi të zërshme ta shohim atë si lojtar të rëndësishëm në krijimin e institucioneve, veçanërisht flas për presidentin e vendit.
Në anën tjetër, alianca është e vogël për nga numrat dhe nuk çon pesh përveç sikur bashkangjitje në një rast optimal të bashkëpunimit lëvizjave vendosje Lidhja Demokratike, pastaj se për të cimentuar numrat e nevojshëm në Kuvendin e Kosovës për të zgjedhur presidentin, me që bashk LDK vetëvendosja dhe minoritetit jo serbë, të cilat vetëvendosja i ka partner të besueshëm, krijojnë vetëm 80 numra. Dhe këta 80 numra nuk janë gjithmonë të sigurt, mund vetëm një të dështoj dhe dështon i gjithë procesi. Dhe ne shkojmë në zgjedhje. Unë e shoh situatë goxha komplekse për shumë arsye, këto janë 2-3 arsye më të rëndësishme që unë i shoh. Megjithatë ka edhe probleme të tjera. Ka mundësi që në varësi të zhvillimit të ngjarjeve në Hagë, Partia Demokratike e Kosovës preferon që të shkohet në zgjedhje në rastin më të mirë, kur personalitetet politike të Kosovës që ndodhen atje do të liroheshin nga këta akuzat që i rëndojnë. Pra, zgjedhjet PDK si konvenojnë vetëm nëse liderët e Unë e saj shoh lirohen. kështu, po. Unë e shoh kështu sepse do të përfitonte nga empatia dhe emocioni i shkirus i momentit që do të prodhoj. Dhe natyrisht duke qenë në këtë situatë, ata ose do të tentojnë që të marrin një hisë të konsiderueshme më pastaj në institucione brenda, po edhe në qeveri, ose do të preferojnë si mundësi tjetër të shkohet në zgjedhje. Natyrisht, për Lidhjen Demokratike të Kosovës, situata është pak më ndryshe. Shkurja në zgjedhje, në gjendjen kur Lidhja Demokratike do të ishte shumë e rëndë, vlerësoj unë për ta, për shkak se tani më në Lidhjen Demokratike kemi plesaritje dhe jo harmonizim se asnjëherë më përpara të filluar. Atje ka ndalë sheshit. Megjithëse ka informacione që edhe brenda PDK-s ka pakënaqësi të llojeve të ndryshme, por megjithatë tek ata nuk po shihen ende kështu haptas në publik. E te LDK-ja shpërtheu. Absolutisht, dhe me mozën se mund të përdorim. Madje sot u zhvilluan shumë kështu loj fjalësh e akuza në sferën online. Ato çfarë bëri Partia Demokratike, se mund ta them në një fjali, për dallim prej Lidhjes Demokratike të Kosovës, ndoshta për të heshtur këta zërat potencial që mund të ishin të pakënaqur dhe të dilnin në publik, ishte fakti që ata u mblodhen në një mbledhje të kryesisë të partisë pak ditë pasi kishim rezultatet preliminare të zgjedhjeve të 7 qershorit. Unë mendoj që LDK nuk ka një emër konsensual brenda subjektit të cilin do ta votonte vetëm si president. Në rastin kur LDK do të bëhej pjesë e qeverisë, atëherë gjërat do ndryshonin. Nëse Lidhja Demokratike e Kosovës ka ofertën që të jetë edhe në bashkëqeverisje, por edhe të merr postën e presidentit, atëherë ndryshojnë rrethanat. Për shkak se në këtë situatë kemi rehabilitim të shumë njerëzve që janë sot të pakënaqur në Lidhjen Demokratike të Kosovës, kur marrin, si më thonat, pjesën e tortës në qeverisje. Por Zoti Kurti nuk besoj që është gati dhe nuk e lejon, nuk mund t'ja ofroj edhe pozita në qeveri edhe postin e presidentit, mund t'ja ofroj postin e shohun kështu, postin e kryetarit të kuvendit eventualisht dhe t'ja ofroj diçka nga ekzekutivi. Në këtë situatë mund t'a kemi një gjendje edhe një qeveri edhe një president të votuar nga se të pakënaqur të LDK-s do të ishin të kënaqur me që janë pjesë e ekzekutivit, gati pothuajse të garantuar për një 4 vjeçar, sepse do të kishim 80 numra në bashkëqeverisje, bashkë me minoritetet jo serbe. Të bie që të dy palët duhet bëjnë një lloj sakrifice, le të themi. Kurti të bëj sakrificë me qeverinë ta ndaj pushtetin me LDK-n. Përsa LDK të bëj këtë sakrificën që të heqë dorë nga emri i presidentit? Po, sepse unë mendoj që zonja Osmani nuk i ka as votat e LDK-s, madje as zoti Abdigjiku si ka votat e LDK-s. Përkundër deklarimit të zotit Haziri se ka konsensus edhe për emrin e tij, unë besoj që ai nuk i ka. Për shkak se për Lidhjen Demokratike të Kosovës nuk ka rëndësi shumë pozita e presidentit si e vetme. Ka shumë rëndësi që ajo ta ketë hapësirën e vetëshërimit politik dhe këtë mund ta bëj kur ka, si më thonë, hisën në qeverisje. Po si ti përmbush gjithashtu, tani u bën në LDK shumë zëra që janë kundër Abdigjikut dhe që i kërkojnë dorëheqje. Dhe është e pamundur të gjithë dhe t'u japësh pjesë të pushtetit. Pjesë të fjalisë të kësaj, pse e shtyn LDK-n drejt kësaj një marrëveshje më kollaj,
se sa një marrëveshje ose se sa një votimi presidentit nga ana tyre, është fakti që Lidhja Demokratike e Kosovës i jep vetveti hapësirën e mjaftueshme për të riorganizuar brenda dhe për të rizgjedhur njerëzit, qoftë edhe ai kryetari, edhe degt, edhe ata që janë të pakënaqur, dhe për të arritur konsensusin për subjektin e vetë politik. Natyrisht, kjo do t'jetë e vështirë, nga se humbësi më i madh i këtyre zgjedhjeve nga Lidhja Demokratike që e ka psuar zoti Kurti, ka humbur 3 deputet nga Lidhja Demokratike të cilët i ka marrë, dhe ka humbur 1 deputet nga te Alianca për Ardhmërinë e Kosovës, dhe natyrisht që jo vetëm ai që mund të ketë hatërmbetje, por elektorati i vetëvendosës dhe kryesia e vetëvendosës nuk është që do ta pranonin krejtësisht lehtë. Po tashmë jemi në një situatë kur nuk shihen kështu egot do e pranonin apo jo. Jemi në një situatë kur na doni institucione. Kështu mendon ti? Na duhet të dalim nga ajo agonia siç ka vlerësuar me të drejtë raporti cilin e cituat, sepse nuk ka kuptim më. Pafundësisht kemi një situatë kur unë jam plotësisht në mendimin tonë, bile mendoj që zgjedhjet e 7 qershorit janë pa kuptim. Edhe 28 dhjetorët kanë qenë totalisht pa kuptim. Problemi që politikanët nuk mendojnë si ne. Problemi politikanëve është çfarë humba dhe çfarë fitova. Pastaj egoja nuk është në qendër, është në epiqendër. Egocentrizmi është pjesë e veprimit politik në Kosovë. Dhe për shkak të egocentrizmit e kemi sot për çarjen e Lidhjes Demokratike të Kosovës. Jo për shkak të parimeve. Në fund të ditës, në Lidhjen Demokratike e Kosovës, po ndodh një proces demokratik pas 3 palë zgjedhjeve. Unë nuk e akuzoj ata që kërkojnë llogari nga zoti Abdi Xhiku. Megjithatë, janë 3 palë zgjedhjet e humbura nga ky establishment i cili ka premtuar reformim dhe në fakt vjen në zgjedhjet e 7 qershorit duke marrë flamurin në dorë vetëm me zonjën Osmane, e cila në esencë as LDK nuk është. Ne Spari historiku i Kosovës ka treguar edhe tani që është, ka treguar që edhe bordet më të thjeshta në një rajonale janë politike. Do të thotë janë dakordime politike, janë të afërm, janë të nepotizëm, ku diun e gjona të tilla. Do thotë e lërë më pozita e presidentit. Pozita e presidentit është pozita më politike në vend, përkundër faktit që pastaj me kushtetutë qëndron mbi partitë politike dhe nuk duhet jetë antari asnjë pasi ta marrë pozitën të kry funksione tjera. Mendoj që kjo është çështje e dakordimit të partive politike. Dhe në këtë mes, siç e potencuat edhe ju, vetëvendosja si partia fituese, historiku i shkurt ka treguar që parapëlqen të kemi një personalitet nga ona vetëvendosës, që t'jetë kryetari i vendit, presidenti i vendit, pastaj ka shku me matematika tjera, jo familja nga shoqëria civile kërkoj. Jo familja ashare, jo shoqëria civile e tjera. Mirë po këtu lindin pyetjet pastaj pse duhet të bëhet dikush subjekt i aspekteve publike, trajtimeve publike për çështjet pa pasur dakordime politike. Mendoj që dakordimet politike do të nxjerrin a do t'jetë presidentin nga ona partive politike, a do t'jetë nga shoqëria civile, a do t'jetë nga spektri profesional, ekonomia, ku dijone, apo spektër tjetër profesional, është çështja e marrëveshjeve politike. Do thotë në çdo konstituim të institucioneve, këta udhëheqës të partive politike, së bashku me të gjithë ata që e kanë marrë besimin e qytetarëve, e kanë obligim që të zgjedhin dhe t'i japin vendit një president, që të zgjedhin dhe t'i japin vendit një qeveri dhe një kuvend funksional në mënyrë që të trajtohen të gjitha nevojat dhe obligimet që janë që pothuajse 18 muaj të patrajtuara. Dhe kur jemi, se du të diskutojmë pak edhe rrjedhën e gjërave, si do jenë skenarët e ndjekur në ditët në vazhdim, kur fillojnë rrjedhin afatët kushtetuese për krijimin e krejt institucioneve tashmë. Pako, ka një interpretim të
kushtetutës dhe aktgjykimit të fundit kushtetues nga ish-kryetari i gjykatës kushtetuese, i cili thotë se fillimisht do duhet konstituoj kuvendi, të zgjidhej presidenti, pastaj do vije në radhë qeveria. Nga sa kemi lexuar deklaratat e Kurtit, ai thotë të kundërtën. Të bëhet njëherë qeveria, pastaj të bëhet presidenti. Ju si e shihni, si do jetë skenari i mundshëm pasi të nisë rrjedhja e afatit? Së pari, ne vlerësojmë që gjykimi i gjykatës kushtetuese nuk e ka specifikuar duhet të jetë presidenti i pari apo qeveria e para. Nuk e di se si e ka interpretu profesori i nderuar këtë çështje, mirë po prapë kjo është çështje e dakordimeve politike. Nëse partitë politike u theksua çështja e hyrjes në qeveri, mirë po nëse e kujtoj mirë, partitë politike kanë trajtuar këtë çështje edhe më herët, për shembull nëse zgaboj LDK-ja ka trajtuar edhe më herët këtë çështje që të hyet në qeveri kur partia e parë ka numrat se kur do të bëj ristrukturime të qeverisë dhe pastaj të shkoj vetë. Dhe kjo është ajo garanca institucionale kur zgjidhet presidenti në formë të marrëveshjes politike dhe krijon një farë garance institucionale të mbrojtjes interesave të partive politike. A presidenti a qeveria të rasti qeverisë ndërlidhet çështja edhe roli i tani presidentes në detyrë, e cila duhet të kërkojnë nga partia politike fituese, të caktoj mandatarin për qeverin, pastaj i ka 10 ditë pasi partia fituese e cakton mandatarin, presidentja i ka ushtruesja e detyrës i ka 10 ditë afat që ta informoj kuvendin me mandatarin, pastaj mandatari ka 15 ditë afat që ta sjell para kuvendit për bërjen e qeverisë. Ndërsa nga ana tjetër presidenti është procedurë tjetër, do të thotë është rol specifik i kuvendit, duhet merren 30 nënshkrime të propozohet, merren 30 nënshkrime dhe procedura votive të shumë specifike. Do të jenë 2 procedura të ndara. Mirë po është çështje e kalkulimeve politike të partive politike, sa të shkohet më së pari me presidentin apo me qeverinë.